Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër dhe sërish me Wenxhin. Atëherë, do bëjmë sot, do ta veshim me Jonën me 20.000 lekë. Të reja. Të reja 20.000 lekë, 200.000 lekë. Jo, shumë jo, nuk kam lekë. Sepse I paguaj unë, çfarë Jo, doja të trembja pak. Atëherë 20.000 lekë të vjetra ose 2.000 lekë të reja, nuk e di pse këta shqiptarët I kanë për këto të reja të vjetra. Është pa lidhje. Unë 20.000 lekë do t'i them siç I kemi thënë dikur, kështu që jemi në një dyqan këtu në Pogradec. Është linj, kështu që mund të marrim çfarë të duam sepse janë super të bukura, por janë edhe të lira. Kështu që ne kemi mbarojë Jona fjalët, unë kam punë. Ne kemi mbaruar videon e Wenxhin, ndërkohë e kanë veshur unë Wenxhin, kështu që është challenge. Do komentoni edhe te videoim edhe te Wenxhi, kush e ka veshur më bukur njëra tjetrën. Pra, Wenxhi mua apo unë Wenxhin. Kështu që nisim, Wenxhi është duke më kontrolluar disa veshje. Do bëjmë 3 veshje dhe nga 3 ato outfite, treja unë do zgjedh një që Jona nuk e di kë do zgjedh sepse do t'ja paketoj në qese. Po, si ça paketova unë ty dhe ti se di akoma. Dua të nxjerr nga zona e komfortit, kërkojnë për teta e Jonën. Bashkë me djalin bukurosh. Ja, ma zgjodhi Kiani, ose më patam për gjumë. Ha, do I provojmë ato. Shikoj Wenxhin që ka marrë këtë fustanin, që mua më duket shumë interesant. Shpresojmë të na bëjë, është standard, kështu që Okej, ti zgjedhi mirë, pastaj ti provoj në një kohë të gjitha. Wenxhi, këtë po e mbaj unë, që mos lodhesh ti, se ke dhe djalin. Kështu që shikon ndonjë gjë tjetër. Tani këtë fustan do t'i gjem patjetër edhe një çantë që ta kombinojmë. Po. Është një fustan veror, që vishet për në verë, kështu që Okej. do t'i marrim. T'i marrim një kapele. Jam shumë kurioze të shikoj dhe dy outfitet e tjera çfarë do më zgjedh Wenxhi, sepse me të vërtetë Wenxhi ka një stil shumë të lezetshëm të veshurit, por jemi pak të ndryshme, unë jam pak më në serioze, Wenxhi është më chill, kështu që të shohim. Wenxhi do më veshësh si vetja, jam shumë kurioze. Mendoj që edhe Kiani është shumë interesuar në kërkimin e rrobave. Tani po kërkon çantë për mua? Kjo është çanta. Ah, për këtë. Okej, e plotësuam outfitin. Ndërkohë nga këmbët këtu nuk ka Wenxhi, kështu që mendoj që do shkojmë diku tjetër. I bjet në ngelen këto shkojnë 18.000 lekë? Nuk e di. Fustani është 6.000? Edhe 6-12. Ah, në ngelen 8.000 lekë. Për ndonjë kapele Wenxhi mund ta mendosh? Veshja numër 2. Kjo është e para. Tani, e Jona nuk të kam parë shumë shpesh me kështu fustane, por do marr një ngjyrë që ta nxjerrë Jonën pak nga zona e komfortit. Kjo këtu më pëlqen, do ishte super stili im. Nuk e di a stili jot. Po përpiqem që edhe pse dua ta nxjerr nga zona e komfortit, jo ti vesh diçka që nuk të përshtatet fare. Po them se kjo do më përshtatet. Po pse edhe ta provoj mbase ka një stil që më përshtatet edhe unë. Ndoshta edhe kjo, po ja, unë një të këtill nuk të kam parë, kështu që mendoj me ndonjë crop, po nuk e di. Po dëgjoj, ngjyrën atë tash do të Vishnja s'është keq. testojmë pak me ngjyrën, po pra. Kështu që mendoj që kjo ngjyra këtu që të bëj një kombinim, marrim fundet për shembull jo shumë. Ta marrim kështu dhe bluzën si për më të herët. E di unë. I know it. Okej. Do të ashtu Ta lëm këtë? do ta bëj challenge tek ngjyra e cropit që do zgjedh. Me Shikoj ka kështu. Jo. ja, nuk do ta nxjerr me Jonën kaq keq. Ku I kemi këto cropet? Ajo do shkonte me një crop. Ndërkohë Wenxhi është duke parë një kombinim për fundin vishnje. Shikoni çfarë gjeti, wow! Do bëhet si komplet Wenxhi. Po, kjo është veshja e dytë dhe për sa I përket çantës, tani nuk do e bëjmë komplet veshjen këtë ngjyrë. Po? Kështu që do marrim një bezh. Okej. Ku ta gjejmë një bezh? Wenxhi gjeti këtë çantën. Do të më bëj të gjithën kështu lulukuqe mbi mure. Kjo është me print gjarpri. Shumë e bukur. Po, se me këtë të zezën Wenxhi e thyen pak të vishnjen. Do ta provoj. Forma është shumë e bukur. Okej. Kjo është veshja numër 2. 2. Ndërkohë, serioze. Wenxhi po thot boll me gjëra serioze dhe po shikon diçka tjetër për mua, outfitin e fundit, outfitin 3. Do jetë diçka një çik më pak serioze se kaq. Po. Tani Wenxhi do më çudit me outfitin e tretë, kështu që jam shumë kurioze të shikoj se çfarë po shikon ande, kështu që shkojmë e shohim bashkë. E Jona për trupin tënd dhe për verë. Wow. Mos më thuaj që kanë këtu këtë pjesën barku jashtë. Do e provosh se tani që Jona është dobësuar dhe ka një trup kaq të mirë për shkak të produkteve që përdor, I dini vetë ju më mirë, dhe ajo.
Këtë do provoj. Okej. Edhe E marrim. çantë e kam gjetur. Wow, super Wendy. Ky është outfiti i tretë, a? Bejza Okej, ta marrim atë bejshën tani? Ose roz, është kjo roz okay apo është kjo roza më e bukur? Ti e di zgjidhe. Kjo. Zgjidh Wendy, zgjidh. Edhe ajo ishte e lezetshme. Jo, më pëlqen më shumë kjo. Okej. Me veshje sepse duke qenë se është kapelja e madhe ti edhe çanta pak. Shumë mirë. Jumpsuit. Jumpsuit është ky? Po ma nxjerrin çik shërbëtori im je tip. Po, i gjati shërbëtorit të shkurtit. Ja marrim Wendy tani këtë se unë e harri. Tani gati do i vesh një nga një outfit 1, 2, 3 dhe ju do më shikoni. Dhe pastaj Dhe Wendy do komentoni. zgjedh, do më ngjiti qesen, unë s'do di çfarë është. Ju ndërkohë komentoni pastaj në fund cilin mendoni se kam zgjedhur unë, duke menduar se çfarë stili kam unë. Po i provoj dhe komentoni se cilin mendoni që Wendy zgjodhi. I Okej. ka ti provoj. Jam shumë kurioze cilin nga outfitet do t'i përshtatet më shumë dhe jam kurioze të di cilin do t'i gjej unë që ta marri. Hema mama. Kiani më ndihmovi që të zgjedhja, duke qenë se u mërzit duke parë veshjet e mia. Tha, o, do ri me juve të bëhem pjesë e videos, o, nuk keni për ta bërë videon pa mua. Prandaj e morëm këtu. Kështu shikojmë tani e Jona ka një trup të mirë. Sa bukur do t'i rinë gjërat. Për t'ju bërë një... Jo, nuk do të them se cila është e preferuar ime deri tani, po në trup mund të ndryshojnë gjërat. Dale, të t'i bëjmë edhe ty një... Shikoni, edhe pse është standarte, të ri, sikur është prerë për ty. Më shkon shumë, Të duket. Shumë edhe. Kam pak sa emocionuar nga që kam shumë kohë që nuk vishe me ngjyrë dhe më emocionova pak. Bukur, a? Të pëlqen? Na ke munguar me këto ngjyra, Jona. Shumë bukur, më pëlqejnë detajet, më pëlqejnë këto printet dhe fustani është shumë i lehtë. Shumë me këtë çantën, me këto që i ka Po. si punime. Kisha frikë që do ishte transparent, por nuk është. Çdo gjë është super okay. Jo, është shumë mirë. Më pëlqen, duke, do me thënë jo sikur e kemi 6.000 lekë, po sikur e kemi bler shumë më shtrenjtë. Nuk dua të shfaq preferenca tani. E nuk e di, po më duket sikur është veshja ime. Në vërtet? Shumë e bukur. Bëj një kështu piruet. Okej, shkojmë te veshja e dytë. Ndërkohë presim e Jonën që të veshi veshjen e dytë. Nuk e di se kush i ka hyrë aty në dhomë dhe po bën muhabet ndërkohë që ne presim këtu. Veshja e parë më pëlqeu shumë. Ju lutem shkruani poshtë nëse ju duket edhe juve sikur ishte qepur për e Jonën. Tani të shohim veshjen e dytë. Doli! Hajde një. Tani po vjen një meksikane. Qa. 1, 2. Qa. Faleminderit. Ngjyra vishnja edhe me flokët e zeza. Me një tejta brenda. E pash që po bëje muhabet. Edhe po jepja dhe i mendin për veshjen e saj. Më pëlqen shumë. Do për fundin jam 100%, nuk jam shumë e sigurt për bluzën sepse nuk është e njëjta tonalitet, por janë shumë të bukura. Edhe çanta, nuk e di domethënë si mendon ti. 1, 2. Shumë e bukur. Është diçka ndryshe. Si kjo nuk është se ke Se shkam një veshur. për shtëpisë kur të masi edhe shkati Wendy, po mbas e gabove. Nëse do ishte për mua mbas, se shkoja direkt për Kuptoj këtë. unë se sa më të pësuar, se po më rin bukur gjithë veshjet. Kështu që po doni që të rin bukur veshjet, do bësoni njerëz. Shkruani e Jonës. Shkruani mua në Instagram. Po bravo. Që të bëni si mua. Për të shkuar 1 me 1 të shkon shumë dhe me këpucë dhe çdo gjë te ty tani është e zezë dhe vishnje. Shkon shumë. Më pëlqen. Tani çanta më duket shumë e veçantë gjithashtu, edhe forma, edhe printet, edhe bluza me fundi me këto palat e korendit quhen, shumë të bukura. Edhe kjo bluza ka këto detaje që ri Detajet pak e këtu të fryrë. vatinës quhen. Jo, çfarë quhet kjo? Nuk e di, po që rin të Po, fryra. Për me momentin s'na shpatulla, vin. edhe këto detajet këtu ngjyrë floriri të shkojnë edhe Po, me po, bizhut e tjera. Po, ja. Po, Nazën me alfa, shumë e bukur. Okej, mua më pëlqen shumë dhe kjo. I ka dani të provoj treshin me zi pres që të shikoj çfarë ke zgjedhur ti se në makinë do t'ja tregojnë djegës se çfarë ke zgjedhur. Okej. Mendoj që ja kam zgjedhur e Jonës shumë të bukura veshjet, madje dhe ajo teta që kalovi i tha që dukesh si yll. Jam shumë në mëdyshje midis veshjes së parë dhe veshjes së dytë dhe nuk e di se si do jetë veshja e tretë. Te veshja e tretë të prova pak me detajet, pra me atë kapele. Nuk jam e sigurt se sa i vesh e Jona ose do i vesh në të ardhmen ose nuk e di as stili këtyre gjërave.
Mirë, po unë doja që ta testoja, ta nxirja siç tash nga zona e komfortit, kështu që le ta shikojmë. Veshja e tretë mendoj që nuk e keni parë asnjëherë Jonën me kështu lloj ose veshje apo stili të tillë. Kështu që jam shumë kurioze. Sot unë nuk e di. Sot nuk dash. Do rik shumë. Okej, thash. E Jonën kështu nuk e keni parë kurrë. I nxori gjërat e bukura. Apo kapelja që ka shumë e bukur, po vetëm për në plazh. Okej, kështu do më shikoni. Nice. Tani, për te shakave, se ne tani e kemi sfidë. Ajo është gjë për të veshur normale për përdita? Kjo. Okej. Tani, pa çka se mua më duke shumë stil me këtë veshje. Nuk e stili, Nuk- po gjithë më shkojnë E pra, nuk duhet, nuk e di. Shiko, Alfa më thoshte gjithmonë që ti Jona ke shumë trup të gjatë, shumë me forma dhe nuk të shkojnë shumë këto gjërat që janë Shumë të hapura, okej. Je më shumë të... Kur e ke trupin pak më të mbledhur të shkon. Ndoshta. Ty për shembull motrës time ju shkojnë këto gjërat kështu. Ndoshta, gjithsesi, edhe nëse ti do ndjesh e komforte, nuk do ta zgjidhja për ty, sepse Çe është... tregon që tani? Ka- Çe më surprizon. Po. Ose ti po gënjen. Ti gënjen. Imagjino kur ta hap qesën të ke sjellur. Unë do të gjithë që më pëlqen mua. Okej. Atëherë, çanta është shumë e bukur dhe shkon shumë me kapelen, detaje shumë të bukura. Edhe ky jumpsuit është shumë i bukur dhe shumë i rehatshëm, besoj. Ka këtë cutoutin aty që për mua është shumë i bukur, edhe ripat i ka spageti. Është shumë i rehatshëm, besoj për të qenë. Është shumë i ratshëm, po unë thjesht jam tërkohës kështu sikur duhet të Ke një çik ciklet. Okej. Po ti je djali. Mirë, bëj një piruet dhe nuk po të mundoj më shumë. Okej. Ika, tani do t'i nxjerr 3 outfite dhe ti zgjidh. Okej. Unë sapo do paguaj për e Jonën, u paketuar, ja, shiko po e mbyll kjo zonja këtu, si që ja lash porosi. Dhe e Jona është ande ma tanë se s'ka të drejtë që ta shikoj që kam ble. Pash kur morin gjithë. Isha këtu afër në pas të di më dynja ande mua. Nuk e Unë do të zgjasja kukën dhe është në kjo gjithë. zonja që është këtu po e gjist. Kështu që e Jona do t'ja u tregoj kur të shkoj në makinë. Okej, se kemi edhe këpucët. Edhe syzet ande unë. Edhe Do me 3 palë syze apo me 2 saj. Tani këtu nuk ka syze se mund t'i kishim bler, sepse unë kam arduar për tani për e Jonën vetëm 12. Pra kam edhe Tash ke edhe 8000 lekë. 8000 lekë. Kështu që Që nëse do kishte syze këtu, mirë të ishte. Jo, e di mund të unë. në kjo linjë këte apo jo? Ndoshta nëse ka syze. Okej, Ose shapka vazhdo. 2000 lekë. Unë gjelën fiksim atë shapka të Do t'i marrësh, moj, do t'i marrësh. Pakoja është këtu, ndërkohë që unë nuk e di çfarë më shkoj se Wendy nuk e di çfarë më zgjodhi. Çfarë numrit e kam? O, kam ime 40, 39. Ndërkohë ti çfarë numri e ke se do të zgjedh edhe ty diçka. 6. Wendy unë thash 40, apo gjithsesi 42, 43 bën se me kineze që mund të jenë këto. Mund të jenë tamam këmba. Ja, do ta provoj tani. Ja, ku janë shapkat. Shisa të bukura janë. Po të shënë si ka Ato provoj 42, aty. 43. Po, Wow. shive, ja. Dal ta pyesim. Të shkoj me sa lekë na ngel. Më fal, këto të bardha sa janë? Edhe këto dhe ato rozët, a? Edhe ato rozët 2000. Shive. Tu që kanë gjitha shapkat me 2000 lekë. Kështu që 12 harxove. Edhe Dhe 2, 14. O kam dhe 6000 lekë. 6000 lekë çam do bleshti mua. Ka syze këtu? Syze s'ka, po 5000 lekë do t'i qem një pas. Ku? Ja këto këtu. Wendy, mund të më blesh edhe një pak këtu nga këto. E di unë. Ja, bësis. E di unë. Shiko, shapkat mendoj që duhet i marrësh nëse të bën numri. Po këto më shkojnë mua thuati me outfitin. Mendoj që po. Më Ose duket ja ka se- futur kot. Më duket se ti më ke zgjedhur atë outfitin bejshë se ai shkon me këtë shapka. Pase. Okej, do i marrësh këto? Po. E Jona se ka idenë se qa outfiti ka marrë. Tani, me që kam lek, do i marrë këto syzet. Shumë të bukura, ato do marrësh. Do i marrësh ato. Do t'i marrë. Yes. Ja ku jemi, unë ju thash që do ta shikoni në makinë outfitin, por Wendy tha e di me që po ham këtë krepin, pse se tregon që tani dhe mire ka. Dua që ta shikoj Unë ndërkohë kam hërë diçka për të ngrënë. Do ata janë një gjupshu me brum, sepse jam shumë e uritur. Nuk ha shpesh, po njërë që ha, e dua një gjupshu të më shijoj. Dhe nejse, e lem pjesën e Gati e? krepit. Tani jam gati për të parë çfarë më ke sjellur, jam shumë kurioze. Nuk duken dhe i tash e Jonës të lutem. Bëje këtu video se dua të shikoj reagimin e kësaj. Ke ndonjë mendim cilin ka marrë? Midis të kuqes
Po jo, e kuqa se më more shapkat e para, po stilisht besoj. Unë të më ke marrë... Jo, unë mendoj atë bejshën, se do që të duke më kështu ekstravagante. Tanë jam shumë kurioze ta shikoj. Oh, çanta e bardhë me ke ma kombinove çantën e bardhë. Është duke vetëm çanta e bardhë. Oh, Wenzi, e di, kisha menduar që nëse Wenzi do ma kishte zgjedhur, do shkoja ta blija vetë. Do me thënë këto shkuan 12.000 lekë. Më mori dhe syze dhe shapka dhe e plotësovi 20.000 lekë. Pritim syze. Ti dhe me dhe njerë syze se harova cilat ishin. Sa më shkojnë, shiko. Komplet kafe pra? Po, shiko sa shkojnë bashkë. Po sigur ta vishin njerë në shtëpi ta tregoja komplet outfitin apo për tonë. Po nëse do ta vesh, do ta tregoj. Po më them që ta mbyll videon këtu me që të kam dhe ty. Ju e patë si i rinte e jonës outfiti. Po. E plotësuan. Kështu që në shtëpi ishe ti, meqense te video e Wenzit e ka thënë që do ta shikoj në shtëpi. Wenzi e ka këtu të paketuar. Do ta në shtëpi sepse nuk kam tani kohë këtu. Po më thuaj këtu se nuk e di po do ta gjesh. Më thuaj këtu një ide. Çfarë mendon që të kam marrë me ato shapkat e... Mendoj xhinse sepse xhinset të pëlqejnë shumë. Dhe me xhinset ato shapkat rozë shkojnë sepse xhinset ishin dhe ato të minat rozë. Më pëlqejnë shumë, po nuk e di. Do ta shikoni në kanali Wenzit çfarë kemi zgjedhur Wenzit. Kështu që dua të falenderoj Wenzin, e kam shumë xhan Wenzin, një shumë energji pozitive dhe përfituam dhe nga ditët e fundit që është Wenzi në Shqipëri që ta bënim dhe këtë video bashkë. Kështu që shkoni te kanali Wenzit, Wenzi është duke ju përshëndetur. Gjithashtu do ju përshëndes shumë, ju dua. Paçim.